bisedim online me qytetarët. E ndjekim. Vonez dhe ndjes për këte, bashkë bisedimin tradicional me ju, kushtuar situatës dhe zhvillimeve në Shqipëri. Sot, ne nisim këte bised pasi shqiptar dhe bota pa se si Edi Rama apo Ramaduro apo Noriega i Europës organizoi farsën më të shëmtuar elektorale me datën 11 maj, farsë e cila u konfirmua e tëra në të gjithë shëmtinë e saj në 45 faqet të raportit të OSBE-ODIHR-it. Raport që për të gjithë ata që kanë patur durim ta lexojnë, konstatojnë se janë paraqitur zhvillimet më të këqija të mundshme në një proces zgjedhor të kontrolluar nga qeveria. Raporti i cili konstaton se në vitin elektoral një lloj si në çdo diktaturë tjetër autokratike, kreu i narkoshtetit arreston burgos apo arreston në shtëpi apo fut në procese penale liderët e 3 partive kryesore të opozitës. Për të marrë mandatën e 4, në kundërshtim me ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar të zgjedhjeve organizon 4530 aktivitete përfshi ditën e zgjedhjeve Giro d'Italia me 7 milion euro një organizate private, ndërkohë që sot në mënyrën më të papërgjegjshme dhe unike në botë u deklaronte qindra smurëve që me smundje të rënda, familjeve të mira tjerëve që nuk janë më, se nuk kishim ilaçe, me qenë se ishin shumë për mjekimin e tyre. Ky njeri papërgjegjshëm mund t'i vesh çdo epitet, por të shpenzosh 7 milion euro ditën e zgjedhjeve për një organizatë private si Giro d'Italia, të ndërtosh kopshtin e denit në oborrin e qeverisë, në oborrin e ndërtesë qeverisë, 4.2 milion euro, të blesh makina për vete, makinat e tretë e blinduar që shkojnë në total dhe jo blinduar në total 1,5 milion euro, të shpenzosh 22 milion euro udhëtime në 2 vite, të hapësh shishe 33.000 euro Romane Konti në zyrat tua,